Ne do të fokusohemi në arsim, në ekonomi, bujqësi dhe në infrastrukturë. Ne në ushtrisë si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës si bazë, sepse në gjitha debatet, gjitha kërkesat, gjitha investimet janë investime ekonomike, por investimi që është në dhe resurset njerëzore që ka Republika e Kosovës dhe vetë që i ka ushtria është, ne do të fokusohemi në arsim, në ekonomi, bujqësi dhe në infrastrukturë. Pse në arsim? Unë i bëj thirrje gjithë qytetarëve, prindërve në komunën e Ushtrisë, ne për herë të parë do të bashkohemi me ekspert në komunë për ngritjen e karrierës dhe zyrjen e cilësisë për gjithë nxënësit tonë, fillore dhe të mesme, që t'i drejtojmë tri tonë në profilin dhe t'i bëjmë në profil profesional për vendet e tyre të punës. Në aspektin ekonomik, çdo herë vim të subvencionet dhe grantet, të subvencionet dhe grantet do të arrim përmes konferenca, përmes punëtorive dhe përmes fonde që do të krijohet, jo se komuna e Ushtrisë ka 23 milion, është një komunë e varfër me buxhet, nuk ka buxhet për zhvillim kapital, do të krijohet një fond bashkëpunim me bashkëdhëtarët tonë ku udhëheci i këtij fondit ekonomik do të jetë këshilltari komunal që vjen nga opozita, do të monitorohet nga kryetari i komunës, por opozita do të udhëheqë atë fond për zhvillimin ekonomik dhe Ushtria njihet si vend bujqësor. Qytetarët e Ushtrisë dinë të prodhojnë, po problemi më i madh është që ne, edhe në nivelin lokal dhe nivelin qendror, nuk kemi arrit që këtë prodhim të plasojnë, të shesin këtë prodhim dhe unë i garantoj qytetarëve të Ushtrisë përmes asociacione fondeve ndërkombëtare, do të ja mundsojmë shitjen e produkteve time dhe subvencionimin dhe ofrimin e granteve për secilin profil.